Në bibliotekën Thimi Mitko në Korçë, u zhvillua promovimi i librit të autorit Aleksandër Ikonomidhi Suljoti, një studim akademik që sjell në vëmendje një prej periudhave më të ndërlikuara të historisë shqiptare, marrëdhënien mes fesë dhe regjimit komunist. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të komunitetit fetar, studiues, figura të jetës kulturore dhe qytetar të interesuar për historinë. I pranishëm ishte edhe mitropoliti i Korçës, Imzot Anastasi, i cili ndoqi nga afër prezantimin e veprës. Libri është një punim i bazuar në kërkimin akademik të autorit gjatë studimeve në Universitetin Aristotelio të Selanikut në vitin 2015 dhe sipas tij është një nga studimet e para në komunitetin shkencor dhe akademik grek që trajton në mënyrë të drejtpërdrejtë regjimin komunist shqiptar dhe raportin e tij me fenë. Autori shpjegon se puna për këtë botim ka zgjatur disa vite, ku janë përdorur burime të ndryshme historike, dokumente arkivore dhe dëshmi të personave që kanë qenë protagonist të asaj periudhe. Libri im është një punim diplome që është bërë në Universitetin Aristotelio në vitin 2015, është libri i parë që në komunitetin shkencor grek dhe akademik u lumton dhe merret me regjimin komunist dhe me fenë. Asaj kohë më është dashur një luftë e madhe për të kaluar një çështje për të cilën grekët nuk kishin fare interes ta njihnin, pikërisht sepse lidheshe me komunizmin dhe me regjimin e asaj kohe, po dhe me fenë. Libri tim bën një ulumtim të veçantë dhe të hollyshëm të gjitha etapet historike që është zhvilluar feja në Shqipëri, që nga themelimi i shtetit shqiptar, periudhën italiane, periudhën e pushtimit nazifashist, kalon në një kapitull pastaj që përshkruan portretin e diktatorit Enver Hoxha dhe më vonë të diktatorit Ramiz Dalia, dhe pastaj kalon në të gjithë rrjedhjen historike që ka pasur çdo komunitet fetar në Shqipëri deri te rehabilitimi i vitit 1991 dhe rivendosja e fesë dhe të sistemit pluralist shqiptar. Për realizimin e këtij studimi, autori thotë se janë dashur rreth 6 deri në 7 vite punë kërkimore, duke u mbështetur jo vetëm në literaturë historike, por edhe në dokumente origjinale. Janë dashur 6-7 vjet, kam punuar bibliografi të huaj, bibliografi shqiptare, kam punuar në dokumentat origjinale pranë arkivit të shtetit dhe kam marrë disa nga fragmentet e veçanta të proces verbaleve të vetë komuniteteve fetare të asaj kohe, ose dhe me gojdhëna të personave që kanë qenë protagonistë, që fatkeqësisht një pjesë e tyre sot më nuk është mes nesh. Një pjesë e rëndësishme e librit i kushtohet edhe periudhës së shpalljes së Shqipërisë si shtet ateist, një vendim që sipas autorit e bëri Shqipërinë një rast të veçantë në historinë botërore. Shqipëria ka qenë një rast i veçantë, ka qenë një republikë e kampit socialiste, e cila ishte e vetmja e cila tentoi të shpallte në jurisdiksionin e saj ateizmin zyrtar. Ky rast përmbën një rast unik në të gjithë vendet e botës dhe kjo është ajo e çka desha të sillnja në sipërfaqe. Megjithatë, Shqipëria sot, po dhe para se të shpallësh ateizmi, ka qenë një nga të vetmet raste dhe këtu ka qenë një rast unik që ka pasur një komunikim edhe një bashkëjetesë të veçantë fetare. Autori bëri të ditur gjithashtu se ribotimi i veprës për tregun shqiptar shoqërohet me një prolog të kryepeshkopit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Elpidoforos Lambriniadis, i cili ka qenë pedagogu i tij gjatë studimeve universitare. Promovimi në Korçë u shoqërua me diskutime mbi rolin e fesë në shoqërinë shqiptare, periudhën e ndalimit të saj gjatë diktaturës dhe rikthimin e institucioneve fetare pas vitit 1991.